Teksa depozitimi i mbetjeve inerte konsiderohet një nga problemet mjedisore dhe urbane në vend, Ministria e Mjedisit ka nxjerrë për konsultim publik një projekt vendim që synon të vendosë rregulla për vend depozitimet e këtyre mbetjeve. Projekt vendimi parashikon krijimin e një regjimi të përkohshëm dhe tranzitor për depozitimin e dherave, materialeve të ndërtimit dhe mbetjeve nga prishjet deri në ndërtimin dhe funksionalizimin e landfilleve rajonale për këtë kategori mbetjesh. Dokumenti thekson se këto vend depozitime nuk do konsiderohen landfille të mirëfillta, por struktura kalimtare të kontrolluara nga shteti. Sipas relacionit shoqërues, ndërhyrja konsiderohet e domosdoshme për shkak të mungesës së infrastrukturës rajonale për trajtimin e mbetjeve inerte dhe fenomenit të depozitimit të palishëm në lumenj, kodra apo zona periferike urbane. Projekt vendimi përcakton se vend depozitimet e përkohshme mund të ndërtohen vetëm jashtë zonave të mbrojtura, turistike apo arkeologjike dhe në distanca minimale nga burimet ujore. Konkretisht ato duhet të jenë të paktën 300 metra larg puseve të ujit dhe 100 metra larg lumenjve, liçeneve apo ligatinave. Në këto vend depozitime do ndalohet depozitimi i mbetjeve urbane, mbetjeve të rrezikshme, materialeve me azbest apo mbetjeve të biodegradueshme. Projekt vendimi parashikon që vend depozitimet të funksionojnë për një periudhë jo më të gjatë se 3 vjet, me mundësi shtyrje vetëm një herë deri në 2 vite të tjera, në rast se infrastruktura rajonale nuk është ende funksionale.